Njerëzit mendojnë që mërgjimtarët nuk paguajnë policë të sigurimit kur hynë në Kosovë. E ata paguajnë? Ata paguajnë, do më thonë paguajnë, por e ka një 30 ditë kur vinë më shumicë, edhe për me i bo këto skenat, gjoja se ne po e përkrahim mërgatën, por këta e zhvatin mërgatën, e shfrytëzojnë mërgatën. Diku me ato të holla që janë dorë, i bie mbi 11.000 bileta që mund të blenë. Cili investues shqiptar nga mërgata ka armë investu gjatë qeverisë së Kurti. Le të thet dikush të del publikisht dhe të thotë që ky është investimi kapital që qeveria Kurti ma ka ofru mundësinë që me investu edhe më kthy në vendin tim. Cili profesionist ose profil deficitar u kthy që 5 vite me shërby në Kosovë për shkak të udhëheqjes së qeverisë Kurti. Cili mjek specialist, cili punëtor, kush u kthy, kush e mur familjen më kthy për shkak të qeverisë së mirë. Por kem pas largim masiv çdo vit. Ma tregoni një familje që 6 vite që është kthy për shkak të qeverisë së mirë. Unë nuk kom gjetë, nuk kom dëgju, edhe as nuk mundi me dëgju. Dhe tash për çka po flasim? Për qeverisë të mirë,